Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sonte pranë jush do të vi me një rrëfim shumë të dhimbshëm, një telefonat që në fakt më ka shokuar mua, por do t'ju shokoj edhe ju. Unë nuk dua të paragjykoj, unë falenderoj të gjitha ato njerëz të cilët vendosin që të ndajnë historitë, rrëfimet, mendimet, ngjarje që u ka ndodhur në jetë me mua dhe sinqerisht i dëgjoj me shumë kënaqësi. Unë mund të jap një mendim në fund, por jo të paragjykoj. Historia që do të ndahet sot është një histori dramë më vete. Një dashuri me doktorin familjar. Do të thënë është një histori pak e çuditshme, një të vërtet që askush nuk e di. Zonja në fjalë me besimin më të madh më ka telefonuar dhe më ka lutur që ta ruaj anonim, me patjetër që do ta ruaj. Por, do me thënë, historia sonte që do të dëgjoni është një dramë e vërtet. Kjo histori ka nisur 3 vite më parë dhe po jetohet si historitë më të bukura, si historitë më të dashura dhe si historitë më të pëlqyera. Unë nuk dua shumë të vonoj, dua që në linjën time telefonike të lidh zonjën. Përshëndetje e dashur, faleminderit që je me mua. Faleminderit Tiron prej teje. Unë e prezantova në fakt pak e shumë historinë tënde. Dua që ta dëgjoj prej teje, me patjetër që do të marrësh edhe komentet. Është një histori që krijon një dinamik të fortë dhe për këtë uroj që të jesh e përgatitur, por nga biseda që kemi bërë, unë të kam parë shumë okay dhe po e shijon këtë gjën dhe dua të dëgjoj. Urdhëro, më thuaj rrëfimin tënd. Faleminderit shumë. Unë nuk dua të tregoj se nga jam, çfarë qyteti vi. Është e vërtet. Ka disa vite që kam një lidhje dashurie të fshehur. Jam e martuar prej 13 vitesh. Kam 3 fëmijë. Por me bashkëshortin tim s'kam patur marrëdhënie të mirë. Në fillim ishim shumë të lumtur, por pasi lindën fëmijët, raporti jonë shkatërua. Ai nuk flinte me mua, ishte idhen shumë pas punës, edhe unë kisha nevojë si femër të kem burin tim natën e shtratë, edhe nuk e bënte. Dhe prit s'ka, fillova të hynë e dyshime. Dhe ku shkova një ditë te doktori, pasi që mu krijua si një tip puçre e madhe këtu në fyt, fillova që t'ja qaj hallin doktorit. Dhe aty doktori më dëgjoi, më kërkoi numrin, filluam që të flisnim bashk, kaloni momente bashk, edhe filluam që të dilnim. Më pëlqen, është më i ri se unë, ka një energji pa imagjinueshme. Edhe dua të bëj diçka për te kësaj me doktorin. Apo të në shkurt të dashurin tim. Po më fale dashur të e dua pyes. shumë. Bashkëshorti juaj nga kjo histori, do me thënë, s'ka kuptuar asnjë gjë dhe ti, më fal që po ta them, nuk ndjen një lloj keqardhje që po e bën këtë gjë ndaj këtij rrugtimit, edhe pse nuk je para dhe e fundit, ka patur shumë histori të këtilla. E vërtet është kjo që thua, që është për të ardhur keq, por nuk e di, nuk e ndjej veten fajtore. Unë jam shumë e dashuruar tek doktori. Ai më ka kthyer në jetë. Më bën të ndjehem si kur jam 20 vjeç. Ato flutura që unë i kisha humbur në park, atë ndjesi që unë e kisha humbur, ky njeri ma ktheu dhe më ka dhënë një energji të papar. Nuk e ndjej veten të penduar. E ndjej se ndoshta është pa gabim, por nuk e ndjej. Sepse buri më kishte në dorë
nuk di ti të më Po më vlerëson, fal, pasi që ti e dashuruar kaq shumë dhe e ndjen veten kaq të dashuruar, me fëmijët e tu në këtë rast, çfarë do të bëhet? e nuk e di, unë dua të iki me atë. Ne dua shumë. Edhe mendoj që një ditë fëmijët do ta kuptojnë që nëna e tyre kishte shumë nevojë për një përkrahje, për një dorë në jetë. Sepse fëmijët do rriten, do shohin ëndrat e tyre, qëllimet e tyre. Unë kur do kënaqem, kur do jetoj, asnjëherë. Dhe jam e vendosur, kam vendosur që t'ikim, do i lë fëmijët, edhe të ike sepse mendoj vetëm për të, nuk rritot pa të. Jam shumë e dashuruar, tepër shumë. Dhe ky njeri më bën E shumë të kuptova, do lumtur. me thënë edhe i dashuri juaj në këtë rast, me sa unë e shoh, është gati që të lërë familjen e tij, të lërë jetën e tij dhe të vi të ikë me ju. Po normal që do, ai se do gruan e vet. Kuptoj. Ajo nuk është një grua për atë njeri, unë ja kam thënë. Po që kur e kam marrë nga zorti. Kam pas lidhje, kam pet 7 zëner dhe e kam marrë ky. Se nuk e do. Ai me mua knaqet. Unë e bëj të lumtur, e jetoj momentin. Por thjesht dua t'i them se e dua shumë. Edhe burin tim ndoshta një ditë do ta falenderoj për gjithçka që ka bërë për mua. Dhe për lumturinë që ma ka dhënë, por njeriu ndryshon. Ndryshon Unë shumë. sinqerisht të falenderoj që ndave rrëfimin tënd me mua, me patjetër që unë do t'jap mendimin tim dhe ti do ta ndjekësh në video. Uroj me zemër që të bësh më të mirën për ty. Unë të përshëndes dhe do dëgjohemi herë të tjera. Ju lutem Faleminderit. linjën e pra të dashur miqtë mi. E dëgjuat rrëfimin e zonjës në fjalë, do me thënë bëhet fjalë për një zonjë martuar, e cila pas disa vite e martes ka vendosur që të tradhëtoj bashkëshortin e saj me doktorin familjar. Tani, unë nuk paragjykoj, dua t'jap mendimin tim. Unë mendoj që një grua e cila merr vendimin që të martohet, të krijoj familjen, të ndërtoj të ardhmen, nëse nuk ka një martesë të lumtur, ka një mundësi tjetër. Do me thënë të ndahet. Por kur flasim që bashkëshorti është një njeri i rregullt, është një burr i mrekullueshëm, është një njeri familjar, i cili investon për familjen, punon për familjen, me shpresën që jeta e tij pas punës është perfekte dhe ndodh kjo gjë, atëherë tu kemi të bëjmë me një grua që për mendimin tim është e lasdruar dhe nuk e di se çfarë kërkon nga vetja, nuk ka kulturë për veten dhe nuk ka respekt për fëmijët e saj. Dhe në rastin tënd, ti nuk ke respekt për fëmijët e tu. Unë të këshilloj që të mbyllësh historinë, të heqësh dorën derisa nuk është kuptuar dhe të kërkosh falje te Zoti dhe të vazhdosh përpara, sesa nesër të bëhet më e madhja dhe do mbetesh aq keq saqë edhe fëmijët e tu nuk të besojnë dhe nuk të konsiderojnë më si nënën e tyre.